shoqërisë pa viktima, domet mëdha ka shumë. 2 ura e dëmtu, jemi mbi të izoluar. Jam Musli Hoxha, banor i fshatit Llaush, po si shpesheni çfarë shijavine, domet mëdha ka shumë. U hinj edhe vena diku në për shtëpia, sidomos këtë ju faleminderit këtë shpëtam. Edhe nuk është dëm më i madh, po dyshemeja, ato kreveti që kanë jenë lagë, një tepi do shumë, i kemi qitë jashtë, po domet mëdha, nashta ka diku edhe më poshtë, ju kisha preferuar më shku edhe më poshtë. Po masi ka rreshet mëdha, po friguam shumë, banorët, sidomos fëmija më kanë friguar, duhet më shku mund gjitë nalt. Në katë dytë me flet, shoqër që si lloj kati dytë, çashtu. Sa shtëpi janë në qëtë lazë? Në qëtë lazë janë dikun 2-3 metë shtëpi. Jemi dëmtu shumë, 2 ura jemi dëmtu urat këto që pesheni, si që kjo urë ka qenë aktive edhe kjo dëmtue, po presim, na kanë preptu komuna me armën e bager me qitë edhe herë dhe. Po, a kanë qenë edhe dje, a? Po kanë qenë dje, ja u di për nërë falenderë shumë për tyne, dje po s'prom ke të jetë mos e madhe ujtë e shkatrej që ta dhe. Po, se ka posë reshje alo. Tash na ka dëmtu atje edhe poshtë edhe një urë që kemi posë të kisha atje poshtë e kemë. Edhe ajo u dëmtue, edhe ajo shkatrue, jemi mbi të izoluar. A ka posë dome më të mëdha para 2 vite kur ka posë reshje apo? Po, jo lutna, po dome më të mëdha ka posë. Shoqërisë pa viktima, ka qenë 80 cm në shpëtam sidomos ujë, si 10 është hi, po jo me dome të mëdha. Nuk i zmadhaj senet. Edhe atëherë jeni ndihmu prej institucionit? Po, shumë faleminderit. Po vallaj na ka dhënë dikun 70.000 euro unë personalisht që marr. Dome që janë shkaktuar. Dome që na kanë shkatruar, edhe 2-3.000 euro komuna, ndihma të tjera, ja u di për ne skrit Kosova. Kalshu, apo do pore, apo do faleminderit për ty. Po, materiale me ndim. Po vallaj, material, sidomos shtruje, mloje, tepija, treja, ta në faleminderit.